Një moment i rëndësishëm i kësaj jave ishte edhe pjesëmarrja e Shqipërisë në panairin më të madh ndërkombëtar të turizmit në botë, ai i Berlinit, i cili këtë vit shënoi edhe 60 vjetorin e tij. Nëse ju kujtohet, vjet Shqipëria u ftua në Berlin si vendi i cili u vu në pjedestal. Çdo vit ka një vend që vjen pjedestal dhe që në një farë mënyre është bashk mikpritësi i panairit. Këtë vit, nga data 3 deri në 5 mars, Shqipëria u riprezentua në atë panair si destinacioni autentik mesdhetar përmes konceptit Albania All Senses, duke sjell një panoram të pasuruar të asaj që ishte prezantimi ynë i parë në atë panair. Natyrë e jashtëzakonshme, histori unike, përvoja autentike, trashëgimi kulturore, në një vend që po rritet si aktor në industrinë e turizmit me ritme të shpejta. Me mbi 100.000 pjesëmarrës nga rreth 190 vendet botës, panairi i Berlinit mbetet një nga skenat më të rëndësishme globale të turizmit dhe fakti që Shqipëria jo vetëm hyri në atë panair, por edhe vazhdoi të tërheq këtë vit shumë interesim, është një mesazh i qartë se sezoni që po vjen do të jetë një sezon ende më i suksesshëm. Dhe pavarësisht të gjitha përpjekjeve të një tufe ditëzinj dhe punëzinj, siç thoshte dhe siç nuk i bie fjalë në tokë avokat ngjelës, numrat rekord të Shqipërisë do të konsolidohen.